Këtu nga tjeta uroj të jeni mirë. Përse Edi Rama është duke bërë protest për UÇK-n në Tiranë, përse në këtë moment, cila është manovra e tij e fundit, frika, makthi dhe ankthi i tij më i madh, përse ai është duke u strehuar tashmë tek UÇK-ja dhe tek Kosova, të cilën aq shumë i ka punuar kundër, tek Kosova, të cilës aq shumë i ka vënë shkopa në rrota, tek Kosova, të cilën nuk e ka dashur kur, tek Kosova, të cilën ka dashur ta komplotojë nëpërmjet atij që u quajt Open Balkan dhe të gjitha planet e tjera, të gjitha marrëveshjet me Vučićin, të gjitha marrëveshjet me establishmentin sorosian këtu në Ballkan, për të ndarë dhe për të kaluar Kosovën dhe çështjen shqiptare në përgjithësi nën influencën kryesore të Beogradit. Përse në këtë moment, çfarë është duke bërë Edi Rama dhe si duhet ta kuptojmë kërcënimin e fundit amerikan për Europën dhe veçanërisht për Ursula von der Leyen, e cila ka shkuar në Tiranë fillimisht, ka ardhur në Tiranë, ka folur për legjendarin Edi Rama dhe arritjet e mëdha të kodoshit të Tiranës dhe sa shpejt qeveria dhe karteli i rilindjes është duke e çuar Shqipërinë drejt Europës me gënjeshtra të hapura nga zonja von der Leyen, ka shkuar në Kosovë, ka bërë të njëjtën gjë atje, duke folur për integrimin e rajonit, për investimet europiane, të cilat për hir të vërtetës janë shumë të mirëpritura, por zonja gënjen dhe gënjejnë të gjithë burokratët mashtrues sorosian të Europës kur vinë dhe flasin për arritjet e kalorësit Edi Rama, për arritjet e tij të mëdha dhe për vrapin e tij të jashtëzakonshëm drejt BE-s dhe rolin e tij si faktor stabiliteti në Ballkan. Çfarë po bën Edi Rama dhe si lidhet kjo me manovrën e tij të fundit për të larguar makthin dhe ëndrrën e tij të keqe të madhe që e vret nga Amerika, që është dosja me McGonigal dhe pa aftësia e tij për të krijuar asnjë kontakt me leadershipin e ri të Washingtonit në epokën Donald Trump. Tani, çfarë është duke ndodhur, sepse njerëzit e thjesht nuk e kuptojnë lojën. Njerëzit e thjesht kujtojnë se këtu është një dashuri për UÇK-n, këtu lindi befasisht nga Edi Rama, njeriu që i ka bërë më shumë dëm se çdo kush tjetër Kosovës, njeriu që e ka goditur Kosovën me kamxhik dhe me thik, nga para dhe nga pas shpine. Dhe sa herë i është dhënë mundësia, e ka ngul nga një thik në shpinën e Kosovës, këtu në rajon, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ka dëshmuar me të gjitha format që ai nuk e do Kosovën. Ka dëshmuar në të gjitha format vllazërinë dhe afshin e tij të madh për Aleksandar Vučićin, për Beogradin, dhe ka bërë gjithçka ka mundur me Open Balkanin, me të gjitha lëvizjet e tjera strategjike dhe taktike në Ballkan, për të dëshmuar dashurinë e tij dhe ndjekjen e lojës së segmentit të frymës sorosiane për dominancë të Beogradit në Ballkan, ashtu siç e donte George Sorosi dhe Alex Sorosi. Tani, vjen protesta dhe bëhet në Tiranë dhe ka njerëz që janë dashamirës, siç jemi ne të gjithë dashamirës të Kosovës dhe të UÇK-s. Askush nuk lejon dhe pranon që të preket UÇK-ja, as lavdia e saj, as krenaria e saj. Ajo është emblema, është krenaria më e madhe e popullit shqiptar, është krenaria më e madhe e kombit, dhe sigurisht ajo do të mbrohet me gjak nga shqiptarët dhe do të shënohet me gërma ari, bashkë me në krye gjakun e Adem Jasharit dhe gjakun e gjithë luftëtarëve tjerë për Kosovë. Por këtu ka një pislëk të madh. Pse? Është ajo që unë në çdo emision ju a kam treguar dhe ju a kam shpjeguar. Ulërima e tradhtarëve rroft Shqipëria dhe kapja, kontrolli i narrativës nacionaliste patriotike nga njerëzit dhe duart e Beogradit dhe nga anti-shqiptarët më të mëdhej, pjesë e të cilëve është dhe Edi Rama me kartelin e tij dhe me të gjithë shokët e tij që e ndihmojnë brenda kartelit edhe tek kampi tjetër opozitar, edhe kur e ndihmojnë fshehurazi, edhe kur e ndihmojnë hapur. Cili është qëllimi i protestës? Një, qëllimet e protestës janë të shumta.
por duhet keni parasysh kjo nuk është një protestë e organizuar nga askush tjetër, se ka nxjerrë Rama zarët e tij nëpër televizion duke i paraqitur si organizator të protestës. Organizatori, frymëzuesi i gjithë kësaj është armiku më i madh i Kosovës dhe i UÇK-s, që është vetë Edi Rama. Përse e konteston këtë lëvizje të Edi Ramës Kreshnik nga që ke inat Edi Ramën? Jo. Sepse ai gënjen kur thot se atit i prem barku për UÇK-n. Sepse ai ka qenë mbështetësi i speciales, ka qenë mbështetësi i narrativës së BE-s që duhet shkojmë përpara me gjykatat, me institucionet, me specialen, me integrimin europian, dhe i ka ngulur thikën sa herë i është dhënë mundësia edhe UÇK-s, edhe luftëtarëve në Kosovë, edhe Prishtinës zyrtare për arsye të konflikteve të tij personale dhe xhelozive që ka me Albin Kurtin. Çfarë ndodh tani? Edi Rama ka ndjerë se bota po ndryshon. Dhe ai ka qenë super i identifikuar me trenin sorosian të burokratëve sorosian të Europës, i mbështetur totalisht nga Alex Sorosi, me të cilin vetëm këtë verë ka bërë 3 herë fotografi dhe del në televizor dhe e shpall dashurinë dhe nderin dhe krenarinë e tij që është mik i George Sorosit dhe i Alex Sorosit. Çfarë po ndodh? Në të njëjtën kohë kur atij nuk i vjen asnjë mesazh nga Amerika dhe nga presidenti i ri amerikan dhe nga administrata e re, ai si nis e tensionohet dhe erdhi OKB-ja, nuk shkoi vetë në OKB se e dinte që do të rrinte si zar nëpër korridoret e Washingtonit dhe nuk do ta priste njëri. Dhe çfarë bëri? Çoi zarin e tij Baramin e presidencës me zareshën e tij që mori nga parlamenti dhe e çoi ministrit të jashtme Elisa Spiropalin. Elisa Skënderbeut njihet ndryshe në Shqipëri, sepse Skënderbeu i Elisës nuk është Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi i shqiptarëve, por është Edi Rama, të cilin ajo është si Skënderbeun e shqiptarëve. Pse në këtë moment? Sepse ka ardhur një narrativ e re gjeopolitike, sepse mund të jetë afruar vendimi i gjykatës ndaj Hashim Thaçit dhe shokëve të tij komandantët e UÇK-s në Hag, vjen në këtë moment sepse Rama ka kuptuar diçka tjetër të tmerrshme, të cilën unë do t'ua tregoj në minutat në vijim, sepse të tjerat situatat janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën. Pra, protesta nuk është për UÇK-n, është protestë politike për nevojat politike të Edi Ramës, këtij armiku të përbetuar të Kosovës, shqiptarëve të UÇK-s dhe të çdo avancimi të çështjes shqiptare, këtij shkatërruesi kronik të gjithë elementit ton kombëtar, të gjithë strategjisë ton kombëtare, këtij falimentuesi kronik të kombit të tij, të popullit të tij, këtij falimentuesi dhe njeriu i cili për 13 vite rresht përzë popullin e tij nga truhet e veta, varfëron shqiptarët, i ka futur në mjerim të skajshëm dhe ka larguar mbi 1.200.000 shqiptarë nga Shqipëria, sepse e ka bërë Shqipërinë të pabanueshme për secilin person dhe individ që refuzon t'i nënshtrohet diktatit të kartelit të rilindjes. Çfarë po bën? Po bën një protestë politike, të cilën fillimisht e mori përsipër vet dhe më pas u ala në dorë zarëve të tij. Më erdhi keq që zarët e tij u përfshin në gjithë lojë, edhe imami i Tiranës së xhamisë së madhe me Baba Mondin, që dolën në përkrahje të protestës, sepse këta, përveç se janë klerik që nuk marrin vesh nga politika, dhe duhet ta marrin vesh politikën, kurse marrin vesh duhet të pyesin, janë zarë me komunitet musliman, komunitet Bektashi, komunitet katolik, këto zyrat institucionet kryesore janë zarë të politikës, i kontrollon ky, siç donte atëherë të bënte shtet Bektashi me Baba Mondin, herë hap dosjen, herë mbyll sipas stinës. Baba Mondi, të cilin unë e përshëndes, dhe Myftiu i Tiranës, kur dalin me bërë popullit thirrje për të bashku me UÇK-n, duhet të kuptojnë lojën, dhe nëse nuk e kuptojnë politikën, të mos i fusin hundët në politikë, sepse do të bëjnë gabime të rënda dhe do të shndërrojnë fen
ashtu si që ka qenë historikisht, se nuk është vetëm këtu, në zarë të politikës, duke i shërbyer qëllimeve të errëta të politikës prej ignorancës tuaj. Ignoranca juaj akute e bën ndaj larg duart prej politikës kleri, sepse ose jeni idiot dhe ignorant dhe nuk merrni vesh se çfarë bëhet, ose jeni të ligë dhe bashkëpunëtor të këtij satrapi që quhet Edi Rama, këtij anti-shqiptari, anti-kosovari dhe pa dashur i ndihmoni narrativës së tij. Larg duart feja nga politika, ose duhet ta merrni vesh që të merreni me politikë. Kur të merreni me politikë, hiqeni çalmën, hiqeni xhypen dhe futuni në politikë, por mësoni për politikën, mos rrini duke hëngur hallve pilav gjithë ditën, edhe të pini raki, edhe pastaj tipni mend ju të bektashive dhe ju të muslimanëve të merrni dhe të bëheni cover të zarit të Edi Ramës duke bërë ftesë publikisht. Ku merrni vesh ju çfarë UÇK-ja? Ku merrni vesh ju çfarë politika? Ku dini ju çfarë po lun Edi Rama? Ku dini ju çfarë është Amerika, çfarë është BE-ja, çfarë është Soros? Nuk i dini, nuk i merrni vesh sepse jeni ignorant dhe bëheni cover laskar të këtij anti-shqiptari që është Edi Rama, i cili po bën një politikë sot, po bën një protest për UÇK-n, por ai është anti-kosovari më i madh. Ai është njeriu më anti-Kosovë, ai është njeriu më anti-shqiptar që ka patur ndonjëherë historia e kombit. Ndaj mos u përdorni Miftiu i Tiranës dhe Babamondi, mos u bëni zar të politikës, për ndryshe do t'ju shkatërrojmë. Do t'ju shkatërrojmë. Politika, kur t'i fusni hundët në politikë, merreni vesh politikën dhe kuptojeni, për ndryshe do t'ju qerrim maskën. Çdo lloj zari i fesë që tenton pislik politik duke instrumentalizuar emocionin religioz dhe respektin që kanë njerëzit për fen dhe për xhamin dhe për kishën dhe për teqen, duke i vënë në shërbim të kauzave të pista, siç i përdor zarët politika e satrapëve në vendet e tjera ku përdoret feja për instrumentalizim politik të disa diktatorëve dhe disa zagarëve të mëdhenj, të cilët maskohen me fe për të shtyp popujt e tyre. E kuptuam? Larg duart nga politika. Doni të merreni me politikë, hiqni çalmën, rruni mjekrën dhe futuni në lojë. Dhe lexoni libra. Atje e keni vendin. Ose do t'ju grisi maskën. Ti shërbeni këtij anti-shqiptari. E kuptuat? Larg feja duart nga politika. Momenti vjen sepse është shumë e pisët loja dhe i thon njerëzve që këtu po luhet për UÇK-n, ta u lënë ballat flasi për UÇK-n. Njeriu me dosjet më të ndyra në Shqipëri. Edi Rama të flas për UÇK-n, karteli i kokainës ke dosjet e Washingtonit. E kuptoni lojën? A kuptoni sa e pisët është loja? Nuk ka pas një moment që Edi Rama mund t'i ngulte thik Kosovës pa ja ngul thikën Kosovës. Tani bën si UÇK. Ku fle Lepuri? Lepuri flen se ka ndryshuar loja politike. Lepuri fle sepse Edi Rama i ka djegë të gjitha kartat e veta me Amerikën. Tani don të ngjitet dhe të bëhet lojtar dhe shërbëtor i ri, funksional, i përdorshëm për projektin e ri amerikan për Ballkanin dhe për lojën e re të administratës së Përse bëhet në Tiranë dhe nuk bëhet në Prishtinë? Bëhet në Tiranë sepse një protest e tillë përpara një vendimi të mundshëm që mund të jepet në Hag, apo përpara një vendimi të mundshëm që mund të jepet në një moment të dytë jo të largët ndaj krerëve të UÇK-s, është diçka shumë e rëndësishme dhe kjo lloj proteste jep mesazh për Washingtonin, për BE-n, për Kancelarisë Ndërkombëtare që shiko se shqiptarët mund të kërcënojnë stabilitetin e rajonit në qoftë se do të merret vendim i padrejt, i perceptuar i padrejt kundër krerëve të UÇK-s. Një, e para, Tirana është kryeqyteti i një vendi antar të NATO-s. Simbolika është shumë e rëndësishme
do t'i thonë antarëve të NATO-s, kujdes se ne jemi antarë të NATO-s dhe ne refuzojmë këtë që është duke ndodhur atje. Po pse? Dhe pse tani? A nuk ishte Edi Rama ai i cili e imshoi më shumë se të gjithë Open Balkanit me Sorosin Ballkan? A nuk ishte ai bashkë me Baton Haxhiun, bashkë me Buzhalën, bashkë me të gjithë establishmentin e analizës këtu ndark, i cili bredh edhe tek televizionet e Edi Ramës, edhe tek Syri TV i Berishës. Të gjithë bredhin aty ke njëri tjetri. Çfarë ndodh? Sigurisht këta janë bashkë, ju e dini lojën, por ndajnë rolet her pas here që të ruajnë njëri me i këmbë këtu, tjetri me i këmbë atje. Presioni nga Tirana në këtë moment vjen sepse Edi Rama do të përdor kartën e tij të fundit të ferrit. I është prerë bileta për në ferr, ai po bën tentativat e fundit. Ursula von der Leyen erdhi në Tiranë, e pat çfarë tha? Ju a tham tek emisioni për ti. Kalorësi i lirisë, i demokracisë, plotësuesi i standardeve ka ardhur këtu, shteti ligjor, drejtësia, gjyqësia, reforma në drejtësi e kështu me radhë, a thua ti se ne jetojmë paraq se nuk dishim gjë. Çfarë ndodhi? Erdhi nga Tirana, shkoi Ursula von der Leyen ku? Në Prishtinë. E njëjta gjë dhe atje. Dha edhe atje leksion si duhet bërë angazhimi me institucionet, si duhet bërë liria, demokracia, integrimet europiane, e kështu me radhë. Këtu ka dy lojtarë kryesor, është Rama dhe Berisha. Berisha u tërhoq, sepse është dhelpër e vjetër. Pse u tërhoq Berisha? Sepse Berisha e kupton lojën, se është dhelpër e orëve të para, dhe çfarë tha? Edi Rama dha dolin fillim, kishte përgatit një orë fjalim, tha tani u tërhoq se i than ustallarët e vet. Por nuk i përmendi Ramën kush janë ustallarët. Ustallarët e Ramës është Macroni, von der Leyeni, George Sorosi dhe këto. Berisha nuk i përmend dot ata, sepse Berisha her pas here ka shkuar strehu vetë këta. Dhe Berisha vetë ka qenë ai që ka pru Sorosin në Shqipëri, bashkë me Ramën. Por Berisha, si dhelpër e vjetër që është, e di që ai mund të jetë një gur rezervi amerikanëve në momentin e narrativës së re Trump, dhe thot të shkëputem nga Rama nga ky moment, ta lë Ramën aty me Sorosianët, dhe unë luaj me kanalet e mia tek republikanët në Amerikë me shpresën që t'i vijë oferta nga Washingtoni si lojtar tranzicional, se lojtar strategjik nuk mund të jetë më, ai e din shumë mirë, nuk je më dot lojtar strategjik te 81 vjeç. As kur je non grata. Non gratën ata edhe ta heqin edhe ta ndryshojnë sepse ja kanë heqë tjerëve përpara. Problemi është që Berisha e kupton që tani duhet lëshu Rama dhe i thot Ramës rri atje ti se do dalun këtu, ky pozicioni. Dhe çfarë tha? I kanë dhënë ustallarët mesazh Edi Ramës të tërhiqet, se Rama kishte përgatitur fjalimin, e dini ju. Tani po nxjerr zarët e tij nëpër televizionet e Tiranës, duke thënë që s'ka lidhje Edi Rama me këtë, nuk është protestë politike, është për UÇK-n. Kush do ta bëjmë? Kjo është protesta e Edi Ramës. Është protesta e Edi Ramës për të godit Kosovën, për të rivalizuar Kosovën, për të sjell sipas ti Hashim Thaçin, Albin Kurti t'ia hedhin në shpinë, por jo sepse do fort Hashim Thaçin dhe UÇK-n, dhe as Kosovën dhe as luftën e Kosovës, por sepse ka të merrin e tij të madh, ferrin e tij të madh. A dini kush është ferri i tij i madh? Ndryshimi i politikës amerikane. Po si e kuptojmë këtë? Richard Grenell, i deleguari amerikan për zonat e konfliktit në gjithë botën, do të thotë nuk është më përfaqësuesi i tij personal. Siç ishte koha kur bënte pushime në jug të Shqipërisë apo në plazhet e Shqipërisë apo në Beograd. Është emisari special i Washingtonit, që do thotë i jep mesazh Ursula von der Leyenit dhe i thot dje në Twitter, dhe kur i thot
Grenelli është duke i thënë Amerika. Ju zonjë e nderuar, i thot Grenelli, nuk keni të drejtë të flisni për institucione dhe për drejtësi në Kosovë, sepse keni mbajt Hashim Thaqin 5 vjet në burg atje, me gjykatën speciale në Hag, dhe rrezikon të dënohet një luftëtar i lirisë, i cili ishte nisur për në Washington dhe ju e ndalet rrugës dhe arrestut, sepse nuk doshit marrëveshjen e Donald Trumpit për Ballkan. Pra donit sorosianët të nxirrnin nga Ballkani Amerikën aso kohë. E njëjta skem është duke ndodhur tani, dhe goditja e Richard Grenellit, shkatërimi i tij, i Ursula von der Leyenit, kësaj burokrate të korruptuar të Brukselit sorosiane, bashkë me Emmanuel Macronin dhe bashkë me të tjerë burokrat gënjeshtar sorosian të Brukselit, që gënjejnë nga mëngjesi deri në darkë, ata e din shumë mirë që kjo goditje shkatëruese nuk vjen nga Grenelli, por vjen nga Amerika. Dhe ky është sinjal që Amerika do të rikthehet në Ballkan. Kjo e ka terrorizuar Rama. Rama edhe 200 vjet ri Hashim Thaçi, vllaznit e mi në Kosovë, vëllezërit e mi në Kosovë, motrat e mia në Kosovë, dhe ju në Shqipëri, mos i besoni narrativës këtij anti-shqiptari. Klasa politike 34 vjeçare në Shqipëri është anti-Kosovë, anti-Shqipni, kanë punu për anti-Shqipni, kanë punu kundër Shqipërisë, kundër Tiranës, kundër Prishtinës, kundër Dardanis, kundër Adem Jasharit, kundër gjithë shkaje, kundër çdo pike të kristal gjaku që është derdhë për këtë kom. Dhe këtë nuk e them emocionalisht, por e them sepse kjo është e vërteta. Vëllezërit e mi në Kosovë, motrat e mia në Kosovë dhe në trojet shqiptare, dhe ju në diasporë. 500 vjet rinë burg Hashim Thaçi, me gjithë Kadri Veselin, me gjithë Jakub Krasniqin, në burg, po të jenë në dorë të Edi Ramës. Edi Rama është i pabes, është anti-shqiptar. Është anti-shqiptar i pabes, dhe është pjesë e establishmentit sorosian, burokrat të Brukselit, i cili tashmë ka ndjerë furtunalin amerikan që po afrohet në Ballkan, dhe ai nuk ka një bilet për në trenin e ri. Dhe me protestën e UÇK-s dhe me zarët dhe zagarët e tij që i nxjerrën nëpër televizione, nga mëngjesi deri në darkë, që thonë Edi Rama nuk ka lidhje me protestën, protesta është bërë nga Edi Rama për qëllime politike të pista, për të hypë ke treni i ri amerikan, në qoftë se amerikanët do ta pranojnë si lojtar. Kaq është loja. Të gjitha të tjerat i keni rrena me gjufk dhe me bisht. Kreshnik, po pse nxehesh ti, pse emocionohesh? Kur është Shqipnia në mes, unë kam emocion. Kur është Kosova në mes, unë kam emocion. Kur e shoh Serbin duke ma shkatëru kombin, është emocion. Është emocion, nuk shmanget dot. Do t'jesh birbushtre, të përmendet Shqipnia dhe Kosova, dhe të mos të rënqethet mishi. Vetëm një birbushtre anti-shqiptar nuk ndjen asgjë. Ka njerëz që s'ndjejnë asgjë dhe kanë një ftohtësi neutrale, sepse për arsye të klasës geopolitike anti-shqiptare, kanë përjetu vetëm dhimbje nga Kosova dhe nga Shqipnia. Ky ka qenë kurthi. Ka shumë njerëz që ikin sot në Rinas dhe kur hypin në avion, thonë, ja bofsha nonën Shqipnis me gjithë Kosovë, kur s'kam për të kthyr mo, dhe po të shihni, është nga videot më virale në TikTok dhe në rrjetet sociale, ajo plaka që thot, ja bofsha nonën, ika unë. Ika unë, thot, ja bofsha nonën. Është zëri asaj plakës. Pra kanë shkaktu dhimbje tek njerëzit. Dhimbje të tmerrshme, të cilat i bëjnë njerëzit mos mendojnë më për Shqipërinë dhe Kosovën. Rreziku i përdorimit politik të UÇK-s është shumë i madh, sepse duket qartë që qëllimet
duken të pastra, po janë shumë pis. Karteli i drogës në Tiranë dhe i kokainës, sipas raportit më të fundit të Departamentit të Shtetit, i ka zemra për UÇK-n, të cilës i vun ruspën, kazmën dhe çekanin prej ditës që u kriju speciale në 2015, integrimet europiane, presioni euroatlantik, partnerët tanë ndërkombëtar, patjetër gjykata speciale, patjetër verdikti, e zhytën, e çun atje, bën Rama sikur e mbështet dhe thot inshallah po rria 500 vjet atje brenda. Tani sheh rufen amerikane në qiell të hapur që i vjen Ursula von der Leyenit dhe i thon ti zoj dhe burokratët sorosian të Brukselit, gënjeshtar, bashkë me Macronin me të cilin Rama u tall para 2 javësh kundër Donald Trumpit, dhe nuk është tall ndaj Trumpit, të tallësh ndaj Trumpit mund tallem unë, mund tallësh ti. Po jo kryeministri i një shteti. Nuk ka asnjë gjë të keqe të tallësh Trumpit. Trumpi nuk është gjeniu i botës, as engjëlli i botës, është njeri si gjithë tjerët. Ka të mirat e veta, ka të këqijat e veta. Por ta talli Edi Rama me Emmanuel Macronin, kjo është sinjal shumë i fortë. Dhe Emmanuel Macroni dhe Ursula von der Leyen me George Sorosin janë një. Rama tani donte të bënte një super sparkat, sepse Rama i shet gjithë, e shet nesër edhe Soros, po të marri garanci nga pala tjetër. Por nuk funksionon kështu botë. Bëri sparkat dhe çfarë tha, do bëjmë tha protesta në Tiranë. Kuptuan? Tani e shiti protestën, tha, s'kam lidhje u tërhoqëm. Pse? I tha Ursula von der Leyen dhe Soros i thanë të rriqu. Mos i bëj ti presion Europës, tha. Do ta bëjmë bashkë luftën kundër Amerikës. Nuk do ta bësh ti vetë. Traku tërhoq ky dhe kanë nxjerr zarët e vet nëpër televizione bashkë me ta Ulan Ballën, bashkë me ca zarë që mbahen si të pavarur dhe dashnor të UÇK-s, dhe po bredhin nga studio në studio, duke bërë lëpirje dhe duke thënë se sa e duan ata Shqipërinë, UÇK-n dhe sa gjak kanë lënë ata për Shqipërinë. Kjo është rrene e madhe. Është Edi Rama pas. Është një lojë e pisët që bëhet në emër të kombit dhe shumë fatkeqësi që përfshihet xhamia me teqen dhe me kishat, nëse kisha nuk është ndjer. Dhe bëhen fasad e një loje të pisët dhe të ndyrë, që e bën Edi Rama për nevoja të kalkulimeve të veta dhe të boshtit sorosian i cili e do Amerikën jashtë Ballkanit. E kuptuam lojën. Kosova, Shqipnia, i kuptua çfarë fshihet mbrapa protestave. Sinjali amerikan me Richard Grenellin nuk është një tweet nga një personazh i cili u rrëmbye dhe sulmoi Ursula von der Leyenin. Ursula von der Leyen, kjo zonjë që erdhi në Tiranë dhe gënjeu, shkoi dhe në Kosovë dhe gënjeu për të ruajtur zarët e saj këtu në Ballkan. Kjo ishte loja. Dhe i erdhi fshikëllima nga Washingtoni, nga Richard Grenell, që i tha dil për jashtë, i tha mos mashtro se vetëm ti nuk flet dot ta për drejtësi, se e keni mbajt Hashim Thaçin atje. Rama e di që Thaçi mund të jetë lojtar i rikthyeshëm tashmë nga Washingtoni dhe nga Donald Trumpi në Ballkan dhe do me hip tek barka e Trumpit nëpërmjet Hashim Thaçit. E kuptuam lojën. Dhe kartën e ka në dorë, jam me Hashimin kundër Albinit, do rrezojmë Albinin, do bëhemi me Thaçin, ndërkohë ky është kundër dyve. Janë shumë thella këto lojë. Janë shumë thella këto lojë. Duhet i kuptoni mirë me kujdes. Shqipëria nuk ka për të shujt sepse duhen disa zuzar. As gjaku i Kosovës nuk do të lejojmë të bëhet pis nga asnjë zagar anti-shqiptar. Kur s'ka për të bërë gjaku i Kosovës pis. As UÇK-ja, roft UÇK-ja, roft Adem Jashari, roft çdo shqiptar në Kosovë, në Shqipëri, në Dardani që ka derdh gjak për Kosovë e për trojet shqiptare. Kur s'ka për të shujt ky truall, kur s'kan për të shujt këto troje, për sa kohë do të ketë njerëz që janë gati të derdhin gjak me imbrojt. Tani po na shpërfytyrojnë, sepse duan të na shkatërrojnë në emër të Beogradit,
dhe të qarqeve të tjera. Po veshin maskën e UCK-s, po vjedhin gjakun e derdh për liri, prap për t'i shërby anti-shqiptarisë dhe anti-Kosovës. Ky është kurthi dhe mos binin kurthin e tyre. Roft UÇK-ja, rofshin liderët legjendartë UÇK-s, cilët do qofshin ata, roft çdo pik gjaku, roft Adem Jashari, roft Ukshin Hoti, roft Zahir Pajazidi, rofshin gjithë burrat, roft Shqipnia, roft Kosova, roft Shqiptaria dhe gjithë miqtë e tyre në të gjithë botën. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipninë, shqiptarët dhe Kosovën, ku do qofshin vëllezërit e mi. Kaq kishim për tani, zhvillimet të mëdha do të ketë në vijim, por ato do të ndjekim në numrin e ardhshëm.